Apo të bind loja e skuadrës? Bashkimi e ka, do më thonë, një ramje të lojës prej asaj në fillim që e ka pas. Tani për arsye të lëndimit të McInnes, i cili ka qenë i pakontestueshëm në peshën e parë të bashkimit, mirë po për cilin mësova që para garat play-offit do të kthehet, edhe besoj që e rikthen në bashkimi formën, mirë po kjo po ndodh për shkak se është shumë e dopt në pozitën e qendrës bashkimi, edhe ndryshimet e shumta që kanë ndodhur në skuadër, besoj që kjo është arsyeja pse ka ramjen loj. Ata e kanë siguru pjesën e play-offit dhe vazhdimisht po mundohet trajneri e shoh çdo lojë e ndryshon peshën e tij të parë, edhe si po mundohet me gjetë atë lojën që mendon që mundet me i bë ball ekipeve më të forta, mirë po ka me pas vështirësi këto lojë që po vinë pa McInnes, i cili unë kam konsideru si profesionist, mirë po që kishte lëndu dorën duke ja mshu karrikës pas një humbje, ose nuk e di, edhe jashtëzakonisht jo profesionale prej anës tij, që ka vënë në vështirësi skuadrën për pjesën e matutjeshme.